Zemër, zemër, s'kam haruar, zemër, zemër, s'kam haruar, zemër, zemër. Zemër, zemër ishte konga e Donit, s'kam haru. Asu nuk ju haroj kudo që jeni, shqiptar, anë kënd botës. Jemi bashkë këtë të djele me emisionin e juaj, emisionin Një kafe me Labin. E tani këto momente është ajo storia, apo rubrika, kur mos thuj kur. Kështu po e thëmë shpesh here në kuadrët e emisionit Një kafe me Labin, se kur mos thuj kur, se kur nuk i dihet jetës. E pa pritulla ndodh, kështu që ndodhi edhe kjo që ka mu transmitu tani këto momente. Kur rastisht takohem në qytet, e kishte një përjetim se mu bo këngëtare kur s'ka mujtë mu bo, ka këndu të Gjizilonjat, por ne jam mundësum atë kërkesën e saj që kishte, e realizum gjithë shka. Kështu që nuk po e zgjat heq ma shumë, për pas po ju thëmë që ne po fluturojmë kështu, qështë kemi vasturin, që fluturojmë her një vendi, po fluturojmë edhe me qytetarët e Republikës Kosovës, duke i plotësuar dëshirat. Kjo është ajo protagonistja e cila vjen këtë javë. Ardita, veç muj për e zbuloj që ka emrin, për ma shumë ndjekin historien me vëmendje deri në fund. Mundet me ju ndodhë dhe juve nëse del Labi në qytetë dhe e papritur a vjen. Si e? Mirë jo. A mundesh mu dalë? E kom një sando me thonë. Qka miresh? Jam studente. Studente, në cilin fakultet? Jam në teknologji ushqimore, në bujqësi. Okej. Para se me hy me studiu, zakonisht edhe secili prej neve e kena një ëndër, do me thonë që e dojmë me pas diçka. A ki pas një ëndër, do me thonë, kur ki qenë pak ma e vogël, me thonë, për shembull, du mu bo grimera, po du mu bo dizajnera, po du mu bo këngëtara, po. Krejt ka pak. Qka për shembull? Po për shembull, sa isha në fillore, kur jam kanë pak ma e vogël, jam kanë Gjizilonja, do me thonë e kom pas ëndër për me bo këngëtare, po ma ndej shkolla e obligimet e tjera dhe e kom dërprej. Okej. A ki provu në ndonjëherë zane? Po e kom provu. Okej. Mundësit si ki pas për me bo naj këngë? Jo, do me thonë nuk i kom këshyra ato mundësi atëherë. Jam në si e pate? Ardita. Ardita, okej, unë jam dalë, po kërkoj njerës, do me thonë, që ëndrën e tyre që kam pas ma herët për me bo realitet. A je pajtimit që me shku bashk, jo sot, po një ditë për ditëve në studio, me një në studio, me të punu një këngë, edhe me këqyrë se sa mundesh me arritë edhe me sot mu bo një këngëtar. Po, kish bo. Kish bo, do me thonë e pranoj. E pranoj. Okej, na me Arditën kena mu taku ndoshta nesër, po juve i thëmë qëndroni bashkë me ne. Përshëndetje, unë quhem Ardita Fazlium. Jam 21 vjeç, vi nga Obiliqi dhe studioj teknologji ushqimore. Asnjëherë nuk e kam pritur që do të vi mundësia që unë ta realizoj një ëndër nga fëmijëria. Gjithçka ka ardhur si e papritur. Ardita është në studio mrenda, gjithçka po realizohet kënga e saj në studion e Krishnika Avdeut. E di që Ardita është bashkë me Nikin, që i thojmë na, edhe bucën e Binin. Kështu që vazhdojmë. Okej, bëllë dhere. Hymë mrenda në studio. Puna morë, a e një lolla jo? Qysh jeni a e një mira, a e një lolla? Hej, a e një lolla jo? Krishniku... prej ta teksi, ja? Po punoj. Okej, do me thonë zgudzoj me një kur që heq ka o po. Ha? Zgudzoj. Atëherë nuk është surprizë mo. Nuk është surprizë. Nuk është surprizë. Do me thonë deri në fund për të një malon edhe mu. Deri në fund të një emision, e ndëgja ti, do me thonë me tjetë edhe për ty diçka e befasishme, se nuk është, nëse dënë të alëshojnë, po dhe hu kuptimi. Okej. Kështu që qysh po shkon? Super, ditësh.
Gjithçka mirë. Që unë po përgjigjna, jashtëzakonisht mirë. Jo më s'falni, që unë foli. Okej, a diçka, ka njëre, shpesh herë unë e them, që sendi më i mirë është mos me fol. Gjithçka me art të shikuesit edhe gjithçka mu po. Mu më gëzën fakti edhe unë jam shumë i lumtur, faktikisht që me treve juve e kom përmbyll vitin bashkë me juve, edhe po ja filloj prap vitin bashkë me juve treve. Kështu që është kënaqësi e madhe, po në anën tjetër që muj me thonë që lirisht kjo është një derë e hapun, jo vetëm për mu si lab edhe për njerëz ndoshta që të mit, po është derë e hapun edhe për ata artistë që dojnë me bashkëpunu bashkë me juve. E di që shumë këngë, shumë hite janë prodhuar në këtë vend, pikërisht edhe janë dalë prej këtuaj. Po vjen shumë keq, ardite me këqyr që kam. E di që pak ertë është këtu, pak tërë po se di apo çu shkon mirë? Shumë mirë. Emocionet pa fund. Po, normal pak emocione, po mirë po shkan gjithçka. Mirë po shkan. E di që në fund krejt na kena mu taku bashkë edhe kena me shikues se çfarë kanë sjell ata tre, edhe në anën tjetër çka ke mujt për intime ja prej vetvetes. Të ka ra pak e papritun gjithçka kjo, ndoshta shikuesit ata mund me qenë edhe me thonë bomba ki ka qenë e koordinume, bomba ki qenë e planifikume, po mbi gjitha mund me thonë që unë Ardita është hera e parë që jemi takuar ditë në qytet dhe pastaj derisa kemi ardhur deri te studios. Ne kemi për ngut, për kurs të shkuar. Për kurs të shkuar te kursi. Edhe gjithçka ka qenë shumë për më e papritun. Kjo është që më thonë atë me njerëzve që del lobin kamerë, na luni se ondra bëhet realitet. Është shumë e mirë. Është mundësi. Okej, e di që kur jemi në studio, relax, nuk të vyn me të marrun e shumë kohë, për shkak se relaksimi më i madh është në studio kur je. Zakonisht që kamera po xhiron ton kohën, po kur hin njëri në studio, s'duhet me fol, po duhet me punu. Kështu që po kërkoj falje për juve që u mora pak kohën. Vazhdoni me punu, a mu i mbillin pa zot që shtu, a mos na pëlqojmë diçka tjetër në muzikë, veç të shohim të punu, çka keni të po. Ashtu po vetëm pa tekst edhe pa këndim të Arditës. Na po dojmë Ardita me plasu diçka te publiku të befasishme ashtu siç ka orë dhe befasisht te ti, edhe te ne. Kështu që le të jetë diçka Okej. Qëndroni me ne, veç për e thëmë që ka. Qytetit nuk janë si më parë, nuk janë si më parë. Hej, kur jemi ndarë, erësira mbuloj gjithçka. Syt më shohin lit, në jetë nuk e kam prit. Harove, ti krejti harove.
shoh